Si zhvillohet procesi i dorëzimit të zarfeve të mbërritura me votën e diasporës? Sot, 10 maj 2025, në ora 8 të mëngjesit, pranë parkut të Komitetit Kombëtar Olimpik Shqiptar, mbërriti furgoni i DHL-s me 8.000 zarfe skeda votimi të emigrantëve. Automjeti i DHL-s, që është shoqëruar nga kompania private e sigurisë Eagle, me praninë e një punonjësi të saj. Automjeti që i mbyllur me një kod i cili u hap në ambientet e jashtme pranë hyrjes së godinës e në prani të punonjësve të KQZ-s, si dhe të mbikëqyrësve të subjekteve zgjedhore. UGSHPD gjatë këtyre ditëve ka konstatuar se me statusin si mbikëqyrës pranë qendrës KQZ për votuesit nga jashtë, janë të pranishëm vetëm përfaqësues të dy forcave politike, Partia Demokratike e Partia Socialiste. Vihet re mungesa e mbikëqyrësve o vëzhguesve të partive më të vogla politike e të organizatave civile, qoftë edhe të diasporës. Brenda në furgonin e postës DHL është e pranishme një telekamera që vëzhgon thasët me zarfat e votimit, por që pamjet e së cilës janë në monitorimin e DHL-s dhe të KQZ-s, e jo publike, e as në disponim të forcave politike, vëzhguesve apo mbikëqyrësve të forcave politike. UGSHPD ka verifikuar se thasët me zarfe e votën e diasporës hapen në ambientet e mbrëmshme të KQZ-s nga punonjësit e postës DHL. Më pas, punonjësit e KQZ-s bëjnë skanerizimin e tyre përmes barkodeve që mban çdo zarf. Me grupe 300 zarfe, kutit shpërndahen në tavolinat e punës së operatorëve të KQZ-s, që janë punonjës të përhershëm të KQZ-s apo operator të punësuar part-time për këtë proces zgjedhor. Çdo tavolinë pune ka 3 operator KQZ-je të pajisur me një lekun përkatës identifikues, ngjyrë e bardhë dhe logon e KQZ-s. Zarfet e verdha të DHL-s hapen në këto tavolina ku identifikohen zarfet e rregullta dhe ato me probleme. Zarfet e rregullta ndahen sipas 12 qarqeve të Shqipërisë e futen në kutitë përkatëse të votimit. Zarfet me probleme mbyllen me zarf të tjera gri e regjistrohen në proces verbal, si dhe mbyllen në kuti votimi të ndara sipas rretheve për të shqyrtuar në një moment të dytë nga komisionet e numërimit të çdo qarku. Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës ka verifikuar situatën e djeshme mbi hyrjen e rreth 75 zarfeve dorazi nga DHL-ja të mbërritura nga KQZ-ja. Këto zarfe janë sot të bllokuara në ambientet e qendrës së KQZ-s për votuesit nga jashtë me procesin verbal përkatës.